që nuk e kanë kalu raundin e parë, kanë me përkra Bali Muharremin, sikur se është edhe Gjakova, me sa di unë në Gjakova edhe kemi marrëveshje zyrtare, dhe me thonë edhe me PDK-n, edhe me LDK-n, njëjtë sikur se është situata në Klin, unë pres që vetë vendosja në Klin, kam edhe në përkraje profesorit, Zënunit. Me LDK-n kemi një koalicion pothuajse të shnoshe dhe është ka funksionon perfekt, kështu që unë e mendoj që është krejtësisht reale. Në Prishtinë nuk e di saksisht ç'është ka ndodhur, nuk jam kritik i artë, por me sa i kum pa këto raporte. Pra s'ka koalicion deri tani. Jo, nuk e di, domethënë tash ndoshta edhe kandidat. Unë e pash Bek Berishën me përparim Ramën në video kështu. Unë e pash edhe me Hajrullah Çekun më herët, para 3 javë për shkak. Ti e pas ke pa me përparimin, unë e kum pa me atje. S'pun me e pash me përparimin, thash mos ndoshta e kaldru. Po kjo varet si e she gotën gjysmë plot ose gjysmë vras. Komplimentoj për këtë përgjigje. Ishte spirituoze, do të kisha thënë. Çfarë do të thonë është që i takon tash të kryetarit Bekës, më saktësisht, me drejtu ato vota në kryeqytet, varësisht për marrëveshjeve që kanë. Nëse do pyetej Daut Haradinaj kështu veçanti, ka do e orientoje votën eventualisht. Edhe pse vota në ditë sotit nuk mund të orientohet asnjëherë, sepse njerëzit natyrisht e kanë mendimin e vet. Por struktura e ka, e bën një lloj diferencë. Hajrullah Çeku më mirë, përparim Rama më mirë. Nuk kam opinion për Çekun, domethënë se nuk e njoh. Edhe kjo pak më bën të rezervuar se personalisht nuk e njoh. Shumë pak më ka rënë në Kuvend Kosovës mandatin e kaluar po flas. Sa i përket si ministër, ka pas shumë kritika, sidomos në këto ndarjet buxhetore, sidomos në aspektin kulturor, gjë që ato nuk janë punë të mia, nuk më takojnë mu. Për parim Ramën unë edhe ja kom qitë votën, edhe si aleancë kem votu, edhe jemi kon pjesë e koalicionit, dhe një farë forme majmë përgjegjësinë si për të mirat, si për të këqijat në kryeqytet, se jemi kon pjesë e përbashkët e ekzekutivit. Kështu që automatikisht votat tonë ishtë dashur me shku të përparim Rama, por kësaj radhe unë nuk votoj në kryeqytet. Ju votoni në Deçan? Votoj në Graçanic. Në Graçanic votoj? Po, për herë të parë, jam shumë i lumtur që më ka dhënë mundësia me votu do t'jem me çika, pavarësisht që ka qenë një koalicion gjithë shqiptar. Nuk kemi arrit ata që kem pretendu që fitojmë komunën e Graçanicës si shqiptar. Shpresoj që herën tjetër t'jemi më të mobilizuar. Nuk ka qenë përzgjedhja jonë, por në bazë të adresave na kanë dhënë vend votimin, edhe unë jam shumë i kënaqur që kemi arrit mu përfaqësu shumë seriozisht në asamble, edhe pse në bazë të shifrave kemi dominu për rreth 100-200 qytetarë shqiptar jemi më shumë në Graçanicë. E keqja u bë që nuk është punu shumë në sensibilizimin e opinionit që me e ditë sa e rëndësishme është një vot shqiptare në Graçanicë. Sidoqoftë, 4 vite kalojnë shpejt, edhe unë jam i bindur që do të jetë kryetari shqiptar në Graçanicë.